Libri që për të cilin diskutuam, se nuk ishte për urim, është një diskutim shkencor për vlerat e librit, që i kushtohet Apollonis, shtysa ime ka qenë në fakti që unë kam lidhur jetën me Apollonin, sepse aty e kam filluar aktivitetin tim shkencor. Shtysa tjetër ka qenë pasuria e madhe e burimeve letrare që u quajmë ne antike, pasuria e madhe e burimeve epigrafike, që janë bishkrimet, monedat e qytetit, vetë qyteti me madhësinë e tij, me monumentet e tij, me madhështinë e tij, por edhe studime të tjera që janë bërë në fushën e jetëgjatësisë qytetit të tjera që më kanë ndihmuar për të rindërtuar jetën e Apollonis, jo vetëm nëpërmjet monumenteve, por edhe nëpërmjet gjithë aktivitetet tjera, duke filluar nga politika, te ekonomia, te kultura, te arsimi, te besimi religioni, fetar e tjera. Kështu që ai është një qytet, nuk është kollaj të bësh historinë e një qyteti ku nuk ke tekste të shkruara, por në qoftë se i kombinojmë të gjitha këto dhe ky është një si thua një thesari Apollonis, mund të përpiqemi të rindërtojmë jetën e saj në të gjitha këto aspekte. Pra, edhe vizitori kur vete në Apolloni, përveç monumenteve, nëpërmjet këtij libri, ose dhe shpjegimit që i bëjnë guidat që e kanë lexuar librin, i njohin ata dhe me aspektet e jetës së përditshme. Sepse ky ishte një qytet me njerëz që gëlonte nga njerëzit, thotë nga antropologët e huaj që ka bërë studimin e materialit që vjen nga nekropoli Apollonis, pra një qytet që gumëzhinte nga fëmijët, sepse kishte lindshmëri të madhe. Kemi aspekte shumë të rëndësishme. Dhe Apollonia na jep të mundësi. Nuk mund ta bëjmë për çdo qytet. Është e vështirë ta bësh për Bylisin, qoftë edhe për Dyraun, Durrësin e sotëm, por Apollonia e ka këtë veçori dhe unë kam thënë dhe e them që fati ose shansi i Apollonis ishte Vjosa, ajo lumi që kalonte afër Aosi, por ishte dhe ardhja e Augustit në Apolloni. Qëndrimi i Augustit bëri që autorë të ndryshëm, është si puna e ditëve të sotme, që gjithë kamerat janë drejtuar te Donald Trumpi për shembull. Augusti ishte Trumpi i asaj kohe, i ardhshëm, dhe gjithë autorët antik kanë shkruar, duke shkruar për Augustin, që shkruan edhe për qëndrimin e tij në Apolloni dhe dashje pa dashje edhe për qytetin. Dhe ky është një nga burimet kryesore për Zoti Breka, gjatë diskutimit shkencor u përmend fakti që vetëm 7% në fakt e territorit të sipërfaqes është e eksploruar. Mendoni se ka ende thesare të pa zbuluara që mund ta ndryshojnë edhe rrjedhën e historisë? Shiko, ka një gjë, nuk duhet, e kam thënë edhe herë tjetër që nuk duhet të nesemi nga sipërfaqja sa është zbuluar. Është njësoj si qyteti i Fierit sot, po e zëm se mbas 1000 vjetësh do braktiset. Dhe në qoftë se do zbulojt, çfarë do zbulojmë? Pallatet janë njësoj. Ne na intereson teatri, na intereson prefektura, pra gjë, këto kanë dalë në Apolloni. Qendra e qytetit, që ishte ajo më e rëndësishmja, ka dalë. Pra, kemi teatrin e qytetit, kemi Odeonin, kemi buleterionin, quajmë ne shëtitoret, bibliotekën e tjera. Por, megjithatë, gërmimet gjithnjë sjellin gjëra të reja, sepse edhe nga periudhës që unë kisha botimin e parë dhe bëra ribotimin jo vetëm në pikpamje formale, por edhe të ripunuar, gjatë se periudhe dolën mbishkrime të rëndësishme, të cilat hedhin dritë për aspekte të panjohura të jetës qytetit. Për shembull për skllavërinë, ne s'kemë pas asnjë element për. Tani na dolën që kishim një skllavëri në Apolloni, një skllavëri familjare, mënyra si liroheshin e tjera. Kemi një të dhënë tjetër interesante për një tempull. Ne kemi edhe aty u tha që apolloniatët ishin, si thua, partizantë trojanëve në konfliktin midis trojanëve dhe helenëve, sepse helenë quheshin në atë kohë quheshin grek, por na doli që edhe Akili për shembull që ishte një helen, ka një tempull për të cilin kujdeseshin apolloniatët, por jashtë murit të qytetit. Pra, këto të dhëna na japin mundësi që ta rishkruajmë vazhdimisht historinë e Apollonis. Nuk ka marrë fund.